korrupsionit, jo Kurtit e as kujt tjetër. Apo bjen që e keni lexuar keq situatën. E jemi sot ku jemi në këtë situatë. Sotit. Tani, mentor, unë nuk jam ndonjë kështu parashikues, po të kuptoj plotësisht edhe na e di edhe për punën e atëra transmetuesit publik. Unë mendoj që kur ke qenë ti në RTK ka pas ndikime politike, sot RTK-ja është edhe më keq se kur ke qenë ti. Domthonë, nëse flasim për kuptimin... Jo e shkapte, jo ka një për ma të zëshmeve në atë kohë. Jo e shkapt atje për me rikap kështu fuqishëm. Jo, unë po tregoj që në momentin kur na hyn na, edhe është bo komisioni për media parlamentar, intervenimet e Dejona Mihajlit për me kap, nuk besoj që na njëj PDK-s, a i LDK-s ka pas qasi energjie për me u bo cope grim me dorsa Kicën, pse nuk i ka dërgu njerëz të dhe kapjen e RTK-s në kohën cilën është tentu për me u bo. Domethënë, për çka po të them është që nëse ka qenë keq e zë në kohën kur e kemi kritiku, sot RTK-ja është një aparat i parapolitikës vetëvendosjes, një shpërndarje totale informacionit në formën që nuk kisha dosh me po RTK-n në nivelin cilin kam rri, po kjo nuk do të thotë që duhet me arsyetu edhe në kaluarën. Zi e tërë që po thu ka qenë RTK, dhe është kriju prej shoqënisë civile, ku edhe ju keni qenë pjesë e saj, domethënë, prej asaj. Jo prej gjithë shoqënisë civile. Prej 90% shoqënisë civile. Edhe ka qenë 90% e më shumë shoqënisë civile, cilët kanë kontribuar shumë për me ardhur Kurti në pushtet. Edhe në këtë luftën kundër energjisë me çmër në atë kohë kanë qenë grup shumë mirë i organizuar, po edhe në forma tjera, domethënë kanë qenë shumë të zëshëm kundër pushteteve para Kurtit. Me një gjuhë që ju e përmend pare gjuhën e Ramush Haradinaj ndaj Kurtit që bi thotë i Serbisë, po e veç këthanu pak edhe... Jo, absolutisht. Veç këthanu pak edhe Kurtit, gjuhën e Kurtit edhe... Sepse edhe Kurti e ka përdorur ka gjuhë. Jo që e ka përdorur, po e ka përdorur 5 fish. Matron, e ka përdorur se që e përdorur Zoti Haradinaj sot. Shumë të thonë që o të bo mirë ose o të bo keq. Po në fakt unë me shumë gjona që i tha sot, për shkak se më mirë që më ka ardhur mirë edhe atëherë që Akiu ka dalë edhe ka pa. Po duket Akiu që ka reflektuar? Jo, ka reflektuar shumë, në fakt, edhe ka pa në fakt kush është Zoti Kurti, edhe çfarë politika është ndjek edhe sa janë dëmshme ato për vendin tonë. Këtu fol shumë tash për një po të hub kanë herë edhe fija e muhabetit, cilën temë me kap më përpara dhe cilën më asi po. Jo, unë kam keni lirinë e plosh padyshim, edhe Abazi e ka çdo herë për çastjen se thotë mund flasin gjithçka, edhe tema janë të hapura. Se prej pas luftës së kënej Kosova kur s'ka pas sanksione. Kur s'ka pas. Në kohën e qeverisë Kurti i kemi sanksionet për shkak politikave të tij në veri të vendit. Që janë të gabuara. Sot veri i vendit, ngova për te ishtë ashtë ngu gërsh blerem. Sot dhe më thonë, na jemi të folë që e ka shliru, jemi të folë me këtë farloj, kjo propaganda o shliru veriu, po na la nuk e dim që shko me metë, në fond fati i veriut, edhe pse në fakt ka marveshje. Zoti Kurti marveshjen e Ohrit, marrëveshjen e Brukselit i ka pranuar 2 partë dhe kemi pas në zyrtarët më të nalt të shtetit, ndihmë sekretare Escobari atëherë si ndërmjetësuese që kanë ardhur dhe kanë thonë që marrëveshja është e kryme, vetëm është implementimi i saj. E këtu pastaj Kurti ka bë pa u koordinu, edhe pse i ka pranuar të gjitha, që të cilat i përmeni edhe Akiu, pa koordinimin e tyre ka vepruar në veri, që në fakt ka qenë gjithmonë ujë në ka Vučićit, dhe më thonë, i ka nimu Vučićit për me zbatu ato politikat dhe për me u fut në sanksione që shemi fut. Nërsa saj për këtë politikave Trumpit, unë e mendoj se Trumpi është shumë i qartë, normalisht që tash s'ka që më marrë me neve, jo s'ka që më marrë me neve hiç se hiç, po ka edhe probleme shumë atë mëdha, po në zyrën e Trumpit, nëse flasim sot çka ka bë Trumpi për Kosovën. Probleme sepse për herë të parë duhet të diskutojmë këtë situatë që mund të futet luftë Amerika. Në mandatin e parë në zyrën e tij, që s'ka ndodhur më përpara me pas në marrëveshje ose diçka në zyrën e Trumpit, edhe rrallë ndodhin marrëveshje në zyrën e presidentit amerikan, edhe globale, rrallë ndodhin. Ka ndodhur marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Në fund mandatit e tij, fatkeqësisht në fund mandatit e tij, të cilën administrata Biden nuk e ka përfillur atë marrëveshje,
Edhe në fakt, Trump